dhe perëndimorët të rinë e vështrojnë, Korik Gjakderdhjesht e Puçesh nga Bujar Hoxha. Në historinë e vonë Koriku, një muaj i nxehtë për nga temperatura ka rezultuar të jetë po kaq përvolues se ka të bëjë me ngjarjet në të. Mira njerëz kanë provuar gjenocidin, plumba mbi trupat e pastrimit etnik, ndërkohë që të tjerë janë shtypur në zinxhir tankesh, janë shembur nga predha avionësh F-16 apo janë kositur nga armë puçistësh. Tre ngjarjet mbeten epokale për gjakun e derdhur, për mizorinë ndaj civilëve, për pushtetin e rëmbyer me dhunë, për qendresën e një populli që me pushtimin e rrugëve dhe sokaqeve, për javë të tëra i thajon një përpjekje për grushteti, e në fund për lënien e fatkeqëve në duar barbarësh, për shtrëngimin e duarve të një vrasësi puçist dhe për dhënjes tre atyre që do të duhet të ishin tani përpara hekurave, për krimet e bëra në tentativën për të rrezuar një qeverisje legjitime. Për çdo vit më 11 Korik përkujtohet masakra e Srebrenicës, kështu ngjau dhe këtë herë, me të njëjtat pamje që sjellin në vëmendje gjenocidin e 22 viteve të shkuara. Arkivol me eshtra të posaçgjetur viktimash që presin futje në dhe, grumbull njerëzish të mbledhur në Potoçar, gra me shami në kokë që shqajnë në heshtje buzvareve të afërmve. Korikun e 1995 serbët do të masakronin mbi 8.000 mysliman bosnjak. Krimi do të ndodhë në nundën e paqeruajtësve holandez, në një zonë të shpallur të sigur. Madje pikërisht këta paqeruajtës do t'i dorëzonin në duart e serbëve qindra të streuar në kompleksin e OKB-s, e bën këtë pabesisht dhe pashpirtësisht. Veç të vrarëve do të dëboheshin mira në mas, në një akt të pastër pastrimi etnik. Ajsa sot Srebrenica ka një kryebashkiak serb që mohon të ketë patur gjenocid. Një gjenocid i njohur nga dy gjykata ndërkombëtare, por që ende pak përmendet si i tillë. Deutsche Welle i kushtoi një reportazh këtij 22 vjetori, e quajti ngjarjen si masakrën më të tmeshme pas luftës së dytë botërore, por askund në rreshta nuk përmendi fjalën gjenocid. Askund nuk lexoi se bëhej fjalë për mijëra mysliman bosnjak të masakruar. Askund nuk citoi fajësia e holandezëve që pretendonin të qenë paqeruajt, po vetëm të tillë nuk u treguan. Për një media që arrin të gjejë gjylperën në kasht, mjaftojnë ca kujtime të mbijetuarish. 4 vite më parë, më 3 Korik të 2013-s, presidenti i parë i zgjedhur demokratikisht i Egjiptit do ta pësonte nga një i emëruar i tij. Shefi i shtabit të përgjithshëm do të udhëhiqte puçin ushtarak për rrëzimin e presidentit. Kreu i shtetit do të arrestohej vetëm një vit pasi kishte marrë votbesimin popullor për të qeverisur vendin. Fati është përcaktuar tashmë të qëndrojë në qeli, dënuar në një numër gjyqesh kundër tij. Puçi do të shoqërohej me arrestime të mbështetësve të presidentit të larguar me forcë nga detyra, me shtypje dhe vrasje. Dhuna do të kishte kulmin në mesin e gushtit të vitit 2013, ku sheshet Rabia dhe Nhada do të përmbyteshin nga gjaku i protestuesve të vrarë. Mbi njerëzit që po kryenin faljen e mëngjesit do të hapej zjarr. Buldozerët do të pushtonin sheshet e mbushura për javësh me mbështetës të presidentit të rrëzuar me kundërshtar të puçit. Të vrarët qenë nga qindra në mira, simbolu i tyre u bë Esmaja 17 vjeçare e qelluar me snajper. Mira dënime me vdekje u dhan në muajt që pasuan. Terrori nuk do të kishte të ndalur, bota e qytetëruar nuk bënte zë. Puç apo jo puç? Kështu e niste materialin e tij të BBC-s një korespondent diplomatik i këtij rjeti